Zula goshtën beti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. A do qumë shtapollallë, Komarica vjen vërdallë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Përshëndetje miq. Edhe ju mikesha, se ju aron Edhe ju mikesha të Albanës. Takomi në këtë mbrëmje të ditës së martë, 12 maj 2026 Albano të tregj vëmendjen. Më tregj vëmendjen? Po. Qa më tregj vëmendjen? Tregj vëmendjen. Sa aron mikeshat, dhe dëmtojnë mikeshat, dhe mërziten mikeshat. Kur themi të dashur miq, vënda janë miq dhe mikeshat. Pse ngelesh kështu mos ignorant gjithë jetën? Pse jam mos ignorant? Ti po ti je burr, tregoj vërtet para gjithë këtyre njerëzve që mondi ka një muaj që më thot, Goni Djella. Po pra, djella. Unë e dija që më thoshe e djella. Jo, djella të thot. Si është problemi i djellës që deri tani më thoshje jo është kohë e vrentur, jo po bie shi, jo po djella nuk ka ashtu në këtë, e detyrove udhëheqësin që të fliste. E vërteta është kjo. Qa? Udhëheqësi doli foli se i thash unë. Ti the? Mua në kua djella mua dhe unë i thash folë se shmë zidu vajta. Si tu anë kua djella? Ako të më thojë se njerëz. Filluam ne në nëndora atere kështu i thoshim, jo ka ngel Shtazani, jo kështu që bëm shaka. Po. Shaka? Po. Djella Shtazan ka qenë. Nuk ishte Shtazan. 84. Nuk ishte Shtazan. Ço thua ti? Ajo ishte një metaforë që u përdori dhe u mërzit, u ndrydh, u bë introvert e shpirtërisht. Nuk ngele Shtazan djella. Erdhi te shtëpia ime. Ti provove që ç'a bëjnë këta mua? Ç'a më bëjnë ta mua? Tha pse më thon ashtu, pse më thon kështu. Dëgjoni dashur. Dhe u mërzit. Edhe mikesha. Jo po Irani, jo po Izraeli me Hamasin, Hezbollah. E ndjeu dhe këtë e ndjeu. Për kanalin e Novruzit. Është mersi të Harmasit, po të Ormuzit. Është mersisht e ndjeshme. Është e ndjeshme. Por unë të them, unë ham ndonjëherë bukë e prek pa dashje çik në dorë. Djellën jetonë. Po ka 4 muaj të shtëpia ime. Se është këtë? Të betoj. Djella në shtëpinë tënde? Po. E di mamaja? Si ti po mama në gjithë ditën gatuajnë bashkë aty bëjnë. Mos e ormis mamaja djellën. Po jori. Kanë zënë muhabet, bin muhabet, kënaqen. Shikojnë në këto seriale të televizion. Shikojnë fermën. Seriozisht, po është e bukur djella nga afër. Shiko, kështu pa lyer si çdo gjë, si gjithë tjerat është. Marr vesh. Dëgjoj se prandaj i ram shumë në qafë, i bëm shumë hype, e frym shumë. Çfarë po më thoshë gjëja që prek më shumë çfarë ishte se çfarë po më thoshë? Gjëja prek më shumë se prek që e preku më shumë, jo gjëja që prek më shumë është sheri që bëm midis Elizës dhe Belindës. Ha më sa fut. Të betojmë uasi e kam, ore çante vajza të them, çante djella do Terezi. Çante djella? Çante, por çka që çansi thashë na i shpife i thash, nuk kanë njeriu të bërë dashuri. Do me thënë, nuk që njeriu këshu natën. Ingeli mëndja. Belinda Eliza. Jo, zbesh njeri ti. Kur ka arritur deri dhe me djellën, dëgjohet djellën të vërtetën, dëgjohet. Hajde mund i jepe. Mund jetë krijuar një opinion sikur djella bën punën që ka bërë më parë dhe fle. Në fakt, jo, ne tani më jemi në një fazë të re të procesit, pasi janë hartuar gjatë gjithë kësaj periudhe 450 faqe specifikime teknike shumë të detajuara. Tani më gati kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificial. Kjo do bëhet mirë, dhe ja që djella punon. Po, punon djellas, punon një Albania, ka 4 ditë që ka rënë. Se ka rënë i Albania, qa lidhje ka me djellën? Zmajnë do t'i Albania, do mbajnë djellën, që është të mërësishme komplikuar. Por ti Albano, si ke qefin ti, Flori? Mund të ma shpjegosh pak. Do të punosh apo do t'ikësh? Dua të punoj. Po të punosh, Flori, këto tani. Se të punoj 4 ditë i Albania, e pasaj punë e madhe. Kush e kështë nevojnë për 4 ditë? Unë. Pse s'më the mua? Qa të thoshe? Po unë i Albanian. E ke marrë ti në shtëpi i Albania. Po ja, bëm dajko të të njaj. Dajo në kramë ke marë. Dajo gjani, dajo kapetani. Dëgjo tani, me vëmëndje. Unë pish. Mund të ma shpjegosh pak, qa do me thënë, absolutisht inovative. Një gjë kur është inovative, është do me thënë që e ke menduar i parin, po të është inovative. A që mos e vinin dyshim. Po pse absolutisht inovative? Që e vënë dyshim. Ato reklama që bënde Shako Hoxha njëri ko, spektakli më i jashtëzakonshëm. Tani është i jashtëzakonshëm mos është. Albano, s'ka nevojë të bësh shkencën dhe jetën. Më falni se. Sepse ka njerëz që kundërshtojnë, thotë absolutisht inovative. Dhe po të them edhe një gjë tjetër.
se djela do bëj atë kapërcim që s'ka bërë njeri. Çka ka përcim? Do kaloj Ilberi? Jo, Ilberi e ka kaluar. Jo, s'ka kaluar. Ka kaluar Ilberi, na nxorë kështu ti. Shënoi kapërcimin nga një epokë në një epokë tjetër të bërjes biznes. Ne do të prezantojmë planin ton natyrisht të detajuar në javët në vijim, siç e kemi planifikuar, por kam edhe një arsye tjetër, pasi do të nisim nga rekrutimi i specialistëve të teknologjisë digjitale për këtë projekt dhe jo vetëm për këtë projekt. Për këtë projekt dhe jo vetëm për këtë projekt. Rekrutimi edhe për të tjera, ti anti-Rama tjere. Kush është anti-Rama? Po çaj të gjithë. Po vdes atë fol mirë. Ura ne jam rritur me këtë duart. Po dhe sigur këta thotë një gjë ti duhet të thuash po. Jo, shumë mirë. Jo, po për çfarë bëj kursin unë? Paguan 20.000 lekë në javë. Sa paguan? 20.000 lekë në javë më jep, që ta mësoj të flas. Kështë bo dhe abra 50 falas. Si di zeshën i tash. Seriozisht, 20.000 lekë në javë. Të vjetra, 2.000 lekë të redhëm. Shumë të shtrejnë make. Si shtrejnë, mo? Po i bëj nga 6 orë në ditë, mo ngeli, ati si ka gatë, si shtot. Po jo. Aldano, se të zhjesha me Adnandi që pari. Mirë bre me atë, kokë madhin, ma shpiz magazin. Ta që për 3-4 vjetë flitet që do ketë pandemi energjitike. Pandemi energjitike? Në qashkë? Që do ketë korent? Po e kujti plasi? Dorim me qiri. Do nderim qirit. Ku dhe shë Shkodër. Po. Po ja, seriozisht e këtë jo. Është e rëndë kjo. Pse? Po se kështë e folur ai, po djela me qa do punojnë? Djela s'do punoj. Kështë dorim ne jo? Po dëgjo mua, derisa të vi pandemia, se unë i thash Adnanit. Derisa të vi pandemia, djelën, se unë jam si ai Baba Carlo, eksplosion Zëshira. Tamam. Djela tani sti Pinoku, është falco, është kështu, është pekorendi. Bari Carlo na. Ty e ka? Jo, thonë Carlo Bollinon, unë jam Baba Carlo. Ai, Pinoku djalimë. Vari Baba Carlon. Jo, vari Pinokun. Një sekundë se u ngatrove komplet tash. Absolutisht u ngatrove. Po pse do të thuash absolutisht kur u ngatrove? Po pse duhet të thosh taj? Pse duhet të thosh taj? Absolutisht inovativ. Dhe jo, do të them unë një gjë. Albano, se ti nuk i kupton. Të bëj një pyetje të thellë. Jo, mos do më dëgjosh pastaj bëm 3 pyetje të thella. Nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, po janë sistemet që korruptojnë njerëzit. E kupton këtë ti? Unë e kam thënë mua. Ti ke thënë? Unë ja thash Machiavelli që shkruajti të princi. Seriozisht e ke? Po, sistemi, më fal sekond. Pushteti korrupton. Pushteti absolut korrupton absolutisht. Sa e bukur ishte. Vetë ke thënë këtë tjetër. Dëgjoj këtë tjetër. Jo. Jo, mirë. Po dëgjoj këtë do të dëgjojmë. Duan s'duan, Shqipëria është e para në rajon me diferencë nga e dyta dhe nga të tjerët në prokurimet publike. Natyrisht që Shqipëria nuk është një vend ku prokurimet publike zhvillohen në përsosmëri. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë që zhvillohet vetëm në frontin e ri, që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh përpara sa të vijan të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Nuk po lufton. Jo më është mikrofon. Mikrofoni është ai. Dëgjoj, do të thënë, ky po lufton korrupsionin vetëm në një front, po lufton disa fronte. Kështu mbi luftën botërore 2 Gjermania. Sa hapej në shumë fronte. Do humbas, po dhe Hitleri dhe ai çaj kishte para tij. Po Bismarcku. Jo, Bismarcku. Në luftën e parë botërore, po në luftën e parë botërore ashtu, po luftën. Bismarcku kishte ai muti, ja rroba, e kam pasur shtat. O mondi. Ke qenë ndonjëherë te sheshi Skënderbeu? Ata pjesë njerë mondin në... Po pa vajte sheshi Skënderbeu. Të bëj një pyetje për këtë Rama. Ma shpjego pak kështu si Carlo Bollinon që jam unë. Çfarë janë prokurimet publike u dajko? Po s'dite këtë pastaj ço lëviz nga. Se do të shohim. Më mërzit. Po dal, unë jam duke mësuar. Unë jam akoma në tutelazhin tënd mentorial. Po të gjitha këto tendera ç'a do bëjnë, që bëjnë ata. Këto janë prokurimet publike. Prokurime publike. Por, të gjitha këto tendera. Këto partneritet publik-privat që jetë prokurim publik. Nga jo vjen prokurimi. Do më thonë... Po të vemi ne për shembull të kërkojmë një projekt në bashki, që jetë prokurim publik? Pa tjetër. Edhe vari Carlon me vete, që e merë 100% investimin. Ne kuptaj. Po mirë. Dëgjoj. Urdhro. Sepse ti në disa herë futesh në disa labirinte që edhe vetë nuk... Nuk di si të daj. Mos u ngatro. Sepse prokurimit publike deri dje drejtoheshin nga njerëzit. Këtu që në dhe korupcioni.
Tani që do të i bi Djella. Jo, po Djella nuk di kush është Albana, kush është Agroni. Djella pap, po mori legët në rregull. I jep atë, thotë, do të japësh atë më të ultën më të lartën. Qoftë është 40 milion euro, ti ofron 36 milion, se 4 milion rregoje. Dhe çfarë ndodh tashti? Se do ta shpjegoj këtë unë ti. Tani të kuptosh drejt ti se më thuaj çfarë rrugë do të bësh ti dhe unë të tregoj shkencën dhe jetën. Çfarë rrugë do të ndërtosh ti? E do të them fondi limit për ndërtimin e rrugës Delvin Saran. Ë? Do ta bësh të madhe. Unë dua atë 108 milion euro. Është kështu. Do futesh ti të marrësh pjesë? Jo. Do futesh. Dhe ti do ofrosh 120 milion. Pse të ofrim shumë? Po më dëgjoj pra, dhe fiton ti. Ç'fitoj? Po fiton ti këtë pra tenderin. Fitoj tenderin, po harxoj 40 milionë euro më shumë. Jo, më nuk harxoj. Më dëgjoj tani, po ta shpjegoj. Bro. Ishte 190 milion, ajo 180, ë? Ti e bën 140. I dojëm Mondin, Adnandin, po ta bëj shumë të trashë ta kuptosh. E çfarë ndodh? Fillon ndërtimin ti. Objektit. Filloj. Në ato momente ti dërgon një shkres. Përpara na ka dalë një shkëmb shumë i fortë i cili nuk është planifikuar në momentin e studimit të fizibilitetit. E kuptoj, do të duhen më shumë lek. Na dërgoni më shumë lek se ngjecëm kështu. Dhe i merr të 190-a. Po të dolën 2 shkëmbinj. Ka talë vetë 100. Po shkëmbit i nxjerr ti vetë sa duash, dërgoj lart. Po unë jam mbret i shkëmbinjve. Bravo të qoftë. Unë jam mbret, unë nxjerr 30 shkëmbinj. Bukur këtë. Bëj unë për Më do të thënë, unë nuk e di si je ti kryeminist i këtij vendi. Ku ka qenë Soni sot? Si? Soni nga ka qenë sot? Po sepse atë që nisi pak më parë aty, se gjithë njerëzit më kanë pyetur, edhe Mondi, që unë s'e kam treguar, ku është Djella, edhe unë s'doja të tregoj aty. Sepse ti më the që Djellën e di unë, është në ilegalitet e mbaj e ti. Fshehur në shtëpi. Të paprekur. Edhe Si paprekur? Po se s'ka punuar. Edhe kanë të gjithë kanë lidhur këtë me konfliktin e Belës me Zelinën, me Lezinën, me Elizën. Mirë, vash. Mos ma i të posh kandidaten. Mirë. Edhe ajo nuk duron dot për çarjen. Se Djella është dhe socialiste. Djella, po unë të thashë që parë. Është dhe socialiste, unë se dia që është socialiste. Edhe e dërgova Sonin, no? Kur të shtëpia ime të Djella? Po jo, dërgova tek Skënderbeu. Përplasja Spiropali Balluku ka bërë të zhduket Djella. Po me Djellën shpatëm, kjo është pyetja për sot Feko. Unë grashe, po. Djella është kot. Djella është një mënyrë vjedhje që bën e Dirama. Urdhra. Djella është... Të prente në shumë protest. Njerëzit nuk vjedhin në... Po njeri është e ndërsa ka figurën si njeri. Po është inteligjencë artificiale. A do më thani, jo, është një tjetër mrapa që... A, ju thoni që është dikush mbrapa që Jo që e komandon, po që vjedh me parë. Po këtë debatin përplasin me Spiropali dhe Balluku, si shikonin në qytetarë? Ne shqiptarët vuajnë për post. Po nuk e di, se unë nuk jam të rinë. Ta zdia si gjokë. Edi Ramën e njëfti? Edi Ramën e ka pasi ftyrë. Asë të kësyrë, Po shduk Djella nuk ekziston. Ekziston vetëm në imagjinatën e atyre që kanë krijuar. Nuk ekziston Djella. As Zoti nuk ekziston, as Djella nuk ekziston. Por Djellën se di unë, po Zoti di që ekziston. Për ty, po për mua se ekziston fare. Për demokratisë. Jo pra, se nuk ekziston Zoti, prandaj nuk ekziston as Djella. Pyetja fundit. Çfarë po ndodh me të Spiropalit dhe Ballukut? Këtë më thuaj dhe ik. Asgjë s'po ndodh. Ajo Spiropali ka hyrë deri te kam dhe më përplas me Ramën si adelasi. Patëm me Djellën nga. Ku i ku Djellën? Urdhra. Apo lart. Ç'pun patëm ta me Djellën? Nësa sikur të ta kisha ndorën, do të pyesja, kjo Djella, mos është nusja e Diellit kjo? Nusja e Diellit? E bashkëshorte, Djella, pse jo? Po, se Dielli është gjeni mashkullore. Është gjeni mashkullore, duhet këtë bashkëshorte, si Po e din këta që Dielli e ti? që ka më mëdhejon, ka babin, edhe mamin. Kështu? Pra në një farë mënyrë ju po thoni që Djella mund të ketë shkuar te Dielli. Mund të ketë shkuar te Dielli, ka muaj mjalti, ose diçka të Mund të ketë muaj mjalti, po. Po, se mund të rrje edhe Dielli beqari që tjetër, sheka kjo. Bravo i qoftë këti, kush e ka bërë Dhe unë beqari kryeminist? tjetër. Aq. Do shkoj ta përshëndes kur të kaloj aty tash të dera. Ka një përplasje me Spiropalit dhe Ballukut. Te koka. Partia Socialiste ndjen që po vjen fundi. A ndjen që po vjen fundi?
dhe duhet të angazhojnë mos plasin luftë civile të popullit shqiptar. Në qoftë se ne arrim në luftë civile, do shkatërrohet gjithçka. Do të hedhin piper të prënë në protestë, ujë me piper. Se ka një përplasje me Spiro Palin dhe Ballukut, nga kjo përplasje është dukur Diella. Legioni, shikoni se po fut Berisha, Serbi edhe Italiani për kaq të themun. Çfarë me Diellën? Kaq po thotë. Balluku e ka keqen me Spiro Palin, po jo me Diellën. Ç'ku kanë me Diellën këta? Apo Këto janë tëra mashtrime më. Që të vazhdojnë sa se ngece. për plaçpitur edhe për të varfëruar, për të shpopulluar, që të sundojnë këta hajdut. me protestë qytetarëve, e kuptova. Po që këto janë pralla që tregojnë tash. Këta si u siguruan mirë, shpopulluan. Po drejt ka. Tash i vazhdojnë me pralla. Gjoja s'kuran ata bashkë Diella në botë gjithë tash. Komplet, ha? Komplet Diella janë. Një flet tjerë bëjnë sikur i thon vet. S'thon asgjë gjë. Po kjo përplasje çfarë është? Një ka politika këto. Pa xhelozi, politika, një Spiro Pali për mua ka drejt. Për t'i rresh shkurt me një fjalë popullore, peshku madhe ha të vogël. Djeri ti shkurt se Sa e thellë ishte kjo, pse vazhdon akoma kjo peshku madhe ha të voglina? Si vazhdon? Po pse ha peshku madhe të voglin? Si sa? Si kullufita? Po me ha me copa, sa direkt njën e mirë. Jo, mirë bash, po duhet në një kursim tani, që shka merë fut një peshk të tërë. Dhe për të gjithë ju, që nuk e dini, por ose më saktë, keni të dëgjuar rëndom, në të gjithë botën i thonë ujë me gaz. Në Shqipëri ka vetëm një emër. Ujët me gaz i thonë glina. Sepse glina është identitet, është krenari, është emocion. Është një trashëgim nga brezi në brez, është kënaqësi e tavolinave, e familjeve, e shoqërisë, pjesë e kënaqësisë. Ashtu sikurse më saktë ditë them që është glina është dashuri, krenari, familje, identitet. Po, edhe me një shishe glina përpara, merrni kështu se mbanë mbushet me energji, nxitoni tek Ozon Electronics sepse kanë shpërthyer ofertat. Kotja fuzë s'ka si do oferte këto Me Dreseja, Astoria, me Dreseja more. Pazari elektrik. Plastik mo xhamllëku more. Po da mos i dëgjoj, futuni në internet www.ozon.al. Ora Ozoni ka thënë të gjitha, çka ka? Po, the Ozoni ka thënë të gjitha, jeton më mirë duke u pasuruar. Duke kursyer mo da duke kursyer. Po duke kursyer, po pse kurse nuk pasurohesh? Publicitet. U inauguruan zyrat e reja të SPAK. Me këtë rast për urimin, në inaugurimin e sallave në SPAK, mori pjesë ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ish zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ish ministri i punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë, kryetari i partisë LSI dhe i partisë së Lirisë, vetë zoti Ilir Meta. Ndërkohë, njëkohësisht mbuloi dhe funksionet e të pandeurit. Të pëlqeva? Jo, okej. Jep. Datën 7, shkëlqyer. Bëra 7 herë ulje ngritje. Në kohën që unë po flisja për inaugurimin e kësaj sallës, ma bënte Adnandi, ma bënte si thashë qaj ke këtë, do më dhe që të thoshe edhe ish burri Monikës. Po pse për t'ja bërë këshu i thua të ish burri Monikës, ta? Ish burri Monikës ja bën këshu, more. Që ka pasu nazë. Po atë nazë, sa buda dhane. Që është kjo? Këshu mor la, ka pasu nazë në gisht. E lidh me atë që ka thënë Mona mbrapa, që unë e njof me prekje. Pa ish do pësuar si e një me prekja. Ko e ka pas prekora, e ka pasur barkun si unë, le të themi. Të gjo se kuptoj si jetë burin, po ta jap me në një barkun tim, mos unë. Jo mos i unë, fesh. Jo, nuk ishte tensione. E vetëmi tension ishte që na fillojt na pikote kondicioneri. Në rritë sallare. Ishim thot këpuba. Por unë kam thënë që Meta është top form. Meta në posturë është drejt. I kishin çu kostumin e gabuar javës që kaloi. E kishin mas të madhe, 56-ta. Sa radhë ishte 52. Po kam 33 vjet o vllai e njoh. Unë jam si të verbërit vlla që me dorë e njoh. A e njeh më nën se kush është? E njeh në Alenimin Biro e njeh. I madhi të varfërve ka qenë.
Se dhe unë kër e pash me atë kostumin e madhë modhimës, thash të ketë ka të ndisur këshu isë presidenti ynë, që jesë verdhë, po më pëlqenë mona që e prek me e një me preki. Me preki. Po. Dhe aj me preki e një monën. Po ti me... Me djellën. Me preki edhe unë, sa e prek të se korenti. Po. Nuk prek, ti vetë emocionash kur e prek djellën? Jo, shiko, me kam kaluar ato fazën fillestare, e ta shikë. Tani nuk e mban gjatë, Pa. Mirë, bravo të qoftë. Djo, po këtë tjetër që se i filloni thoshin kësaj, jo, po ashtu, po këshu dhe tha turp gratë që nuk e mbajnë veten. Turp gratë se mbajnë veten. Në fakt, gratë që se mbajnë veten, turp. Po pse një grua, po ta shiko është grimuar, yll bote pa grimë është ashqimo. Jo, s'është ashqimo. Jo, për mendimin tim nuk ka femra të pa bukura. Të gjitha femrat janë të bukura, por thjesht bën çik më të bukura, po e mbajnë çik veten. Ishte njëra në Instagram, do mësosh anglisht, më tha mua, ta shikoj tek ajo fotografia, yll bote. Më doli live, më ra celularin nga dora. Anullove kursin, i dhe lesë dua anglishti. Po ti për qajtë e për të mësuar anglisht, apo që pun nga pak? Po ndikon, ndikon në zikur kësha fiqon personajin që bëjun. Në base e këshu? Po, jo. Në base në avjen mësus janë në shpithe? Jo, në se nga. Unë hapë kurse vetë. Ego. Dëgjoj tani, monën, e tregojnë çdo thotë si duhet ta mbajnë veten gratë. Ska operacione plastike. Ska operacione estetike. Janë gjitha operacione shëndetësore. Për këtë thotë? Po ti operacion plastik çesë. Por po ti ishte s'ka gjë të keqe se s'kam turp unë me thon. Unë. Dhe unë po të them, kjo është, se do ta ike për po. Duket bukur edhe çka. Po pra, unë i kam ato po se kam kompleks unë baton fare. Patjetër dhe biles unë turp të kanë gratë që nuk mbajnë veten e tyre. Unë nuk e di mos sa përmend këtë. Absolut, ju po ja them, jo, po që than operacione nuk kam bër. Se po ti kisha bër, s'kam turp ta them. Siç bëjnë gjithë gjërat e tjera që i bëjnë dhe gjithë gratë. I bën gjithë gjërat e tjera mona që bëjnë gratë? Po, normale, po. Gjithë që bëjnë gratë e bën dhe mona. Po kjo dhe opinioniste, dhe gazetare, dhe në studio, dhe politikane, që... E tha kujtimi dje si opinioniste. Qëjtë? Kjo është njishta, është... Po pra? E thaja, kur kalon një dibrane... Heshti 100 pushk. Heshti 100 pushk. Për i dirë metën, me fjallë thanë që si kështë këthyrë sytë fare kjo. Fare. Kjo ngeri u qa në studio unë e mbaj veten e një me preke, pas ka këthyër sytë. Por është i këtëo sytë fare, edhe pse tha që ishte sa i kanë djerë erën, i ka shushuar erën burit. është gjami aty së të vjen Ska që vjen era lëshuar. Në mos erën, më falë, në mos erën, aurën. I kanë djerë aurën, dhe i ka shkuar guellën. Dhe gjë këto, Albano, mos a bëj sigur jemi në emision erotik. Jo, po... Që do bështë? Jetë mirë. Ore, i ri është i Ilirmetar. I Ilirmetar vetë 7 vjeqësh. Po pritë 10 vjetë. Vetë 7 vjeq. Që do bështë qënë jotë? Shuat shumë i ri kjo. Si shuat shumë i ri? Se s'ka si tjetë si të një për 10 vjetë. Sa vjetë që unë di që një 7 capi. 67. Po ti më më bësh edhe 800 mua për jera. Meda për 67. Me dhe një... Jo, ja, tha me stil që sta i mbajtur është likja, ti si i mbajtur do me thënë. Voj jeni në regull, vazhdoni këshu, asë moshën se pranoni. Moshën? Moshën. Moshën, pranoj moshën o varë. Moshën s'ti menit keqene, moshën tha jo moshën. Ore, diti kush janë fajtorët që është Ilirmeta atje mbrapa prangave të burgjeve? Ilirmeta njërë, i pari si fillim. Pse, nga i diti? Po, se apa ma të video një ishte filmuar e tita. Altin Dumani. Kushe? Dhe Juri Kim. Altin Dumani dhe Juri Kim? Po. Qëfaj kanë ata? Sepse... Sa ka vodhën Florin me mushk, me gomak? Po i s'akuzojt për Floririn, ore. Florin ku tha. A i e bëri videon që e kështë filmuar të ta prifti? Altin Dumani e bëri? Sa është të... Pse merresh me lafe? Sa ban mënd t'i thuaj, e? Pse merresh me lafe? Unë jam dërgjegja e këti kombi, unë jam kujtesa e këti kombi, jam dhe mbrës e këti kombi. Dëgjoj. Këfajson tani, Monika Kryemadhi, këfajson. Juri Kim dhe Altin Dumani. Dhe përdorën Erion Velin, si vegër, në përmjet Alit Valterit e këtyre tjerve, dhe më pastaj, kur Erion Velia i mendoj që po largon të Metën, Berishën, duhet ikte dhe Rama, ta Rama ti, ajde hike dhe ti qike, dhe kjo është. Por historia është një, për mua, është një arrogancë e Erionit që mendon të që do berte Partinë Socialiste do bështë e kërëbinës. Nuk duhet Erion Veliu aty mo, se kjo tha një frazë për Erion Velin. Aty nëzirë Metën dhe Monika Kryemadhin, për të cilin po flasim. Ja ka edhe me kunjulli. Nuk duhet Erionit dhe nëzirë Metën tej, monën tej. E pesi qeshën si, pap t'i thua se ka marrë mali. Mira, për të marrë mali ta marrë, se ka 33 vjetë burë. Që është kjo mua betë? Nuk diskutoj këta. Unë po të plasë që
Edhe për ato tjetërën që i thanë, për burgun, e tha, burgu tha, jo vetëm thjesht për burra, burgu është për qef. Wow. Unë se di Burgu qef? Po, ja. Se di ku ka... Mona, me që është qef, unë si duat keqe njërë, në base të dënojnë që 26 vjetë. Ja, dëgjoj. Sa qef është? Dëgjoj. Ka një frikë që ti mund të përfundosh në burg, nuk e qanë shumë, në që parë. Po burgu me madh është për jashtë më ylli. Do pagush drita, do pagush kerashtie. Shosa keq është jashtë. Enton, kjo e vërteton që është burgu grave, po Gradeso në shumë i është 5 vjetë. Është përmirësuar, jam përmirësuar kushtet. Qa do me këto ti? Aj për që bunin burg ata? Napoleonin. Aj për dasmën që Po një ka pas gjithmonë një lloj kështu, i thoshin burnesh. Po ja, po që do i bësh? Ylli. Që je sinqerisht e shmendur, po që burgu i grave në Poljë s'ka shkuar, po Gradec aty. Edhe mbi qenë. Ai pastër, me parukerie, me televizore, me gjitha. Kishin gjithë ato të burgi po Gradeci. Po në parë nëndi, ato... Zorën me emisionin. Zetorët. Po bura durës. Atje dhe belidesa. Stabilizatorët. Transformatorët. Kjo fotomorën vërtetohet dhe fraza që burgu nuk është vetëm për burrat, po burgu është edhe për gratë. Pore, po. Pasi se ka provuar Mona pranda. O, Mondi, se E ka mirë sepse ishin zbuluar edhe 4 stabilizator në burgun e grave në... Vibrator. Jo 4, 20. Vibrator? Mos hali të morë. Po që çdo bëjnë ato, do s'do bëjnë DJ-në. Vibrator. Mondi. Glina. Nostalgjia në familje. Pak një fjallë. Krenari, familja, identitet. Glina. A di unë qëfar do t'i di, jesi gjithë populli që këtë popull është mirë të arrash. Dëgjoj Beni që kam pas shok shkolle unë. Dëgjoj. Po e inefsidabel. Unë është, s'ka këtë popull që popull po se rafe, po se vrave, po se përdënote, po se matrove, po se vare mes Tiranës, nuk bo hajru këtë popull. E kuptove? Qa mesazhi? Po Beni vetë, ka qef të bëj hajër? Në hajër është. Jo, ka qef të bëjmë shumë. Po tjetër. Që ta kapim ta, ti bëjmë do gjëra që ta. Do më thua është ti mua, kur ke filluar të mësosh anglisht? Në atëre, këta saksonët... Po leri mos kalati, ditë flasë anglisht. Of course. Of course. Kështu flitet anglisht, ja? Po si flitet? Si flitet? Anglisht flitet si shflasim ne të dy. Do anglishti në filma. Anglisht, si flitet anglishtja në filma. Urdo të filmi fije që priten. Urdo anglisht. Vetëm për një gjë jemi të shqetësuar. A do të na jepet mundësia të plotësojmë programin? Besoj se shpreh dhe mendimin e zotit Sen, me të cilin unë njohëm rastësisht gjatë këtij udhëtimi. Ma merr mendje se drejtoria e turizmit do ta ketë konsiderat kërkesën tuaj. Ju gënë se flisni mjaft mirë anglishten. Kur keni mësuar? Në Universitetin e Tiranës. Sami Ameni. Në emër të popullit të jej arrestuar. Ju lutem Genc, çfarë kërkon ky zotni? Pe flet anglisht. Ai thotë se jeni i arrestuar. Anglisht. është i të borgjezi fisniki, po kjo është proza. Po unë kam njët që flasë proza, nuk e di. Po unë kam njët që flasë anglisht, o idiot. Po italisht. Se dhe italisht? Ja, italisht, shikoj. Italian jeti? Po. Ç'bëm këtu? Dua të vdes. Jam lutur gjithë këto ditë që të vdes, por lutjet e mia nuk i dëgjojnë as Perëndia as njerëzit. Më bëjnë nder. Ti e imi ke dhe pushkë. Më vratim. Pa vash. Shko, prit. Do të vdes. Qa thotit? Le të thojmë, vjen. Pyet e di që për këtë spitali. Ku jam këtë spitali? Vitën sot në mëgjes. Do të vinë Gjerman. Sot në mëgjes. E zotin. Këtë me dy gjutuaja unë edhe rikëtu. Kur i përmëndin ta, ai regjizor, ai legend, ai skenarist, ai legend. Mirë, po, shumë e bukur kjo. Po që të më gjë, e bukur shumë. Dhe u zbulua tamam, dhe si do të regulohet dhe do zjerojt presidenca.
Po pse do zgjerua që Bajrami i vogël është brenda? Jo, po Bajrami i tha atë Erdoganit që jemi çik ngushtemi kështu. Tani Erdogani se ka zbuluar, ka bërë zbërthimin Adnandi të bisedës reale si shfolur. Ka bërë zbardhjen. Ka bërë zbardhjen, po. Ja, dëgjoj çka ka folur. Të zihen koka kur i mendon. Duhen edhe shpenzimet e tjera. Për dhurata, për lokalin, për veshje. Sa mund të duhen? Të them, shumë. Turpin e nderin bashkë kemi. Faleminderit. Jemi vëllezër, nuk do të lëm të turpërohesh. Një fjalë goje është ajo. Në fund të fundit do shesim Kalin edhe ja. Faleminderit. Çfarë do shiste? Kalin. Kali. I pretë vari Karlano. Po Albano. Do ta mbyllim me anglisht këtë emision se më pëlqen shumë. Atëherë, shpjegoja njerëzve ti çfarë do them unë anglisht. Të dashur miq. Po prit më të flas. Unë të flas anglisht për këtë. Po. Ky është e fejkov për sonte. Thotë që ky është e fejkov për sonte. Shpresoj që dhe audienca jonë amerikane anglishfolse si unë. Të gjithë anglishfolsit. Dhe ju urojmë një natë të mirë. Ju urojmë një natë të mirë. Nga unë Albano dhe nga ky Agroni. Nga Albano dhe nga unë Agroni. Çfarë thashë se mora vesh as vet? Anglisht tani do ta sa për këtë do prapë e para. Natën e mirë dhe buongiorno. Të mirupafshim sërish sepse s'keni parë akoma. Natë e mirë. Nostalgia e la famiglia. Glina.